Nëse dën me pa momentin kur demokracia po des, mos I këqyr ligjet, po ngoj kongët e asaj shoqënie. Në Zvicër, në të bim me diasporën, e Donald Alloshi e kalli atmosferën me refrenin "Nuk jam djalë për me u kërit, jam Albini pushk me qit". Dikush e merr këtë sen si një show, si një budallaki, dikush tjetër e merr si patriotizëm. Ama realisht, ky është dasht me kanë ose duhet me kanë si një lloj sinjal alarmi. Politika nuk po kërkon ma me të bind, po kërkon mi besu, po lyp me të shkri, me ta kthy votën në adhurim. Ndërtimi I kultit të individit nuk fillon me tenka, as me pushk, fillon me duar trokitje e me refren, me o shef, o shpetimtar. Ivan Krastev e ka për këto një shpjegim brutal. A I thot, paradoksi I demokracisë liberale është që ndonë se qytetari është ma I lirë se në diktatur, a I njihet ma I pafuqishëm. Pikrisht prej qësaj lind etja për fituret vërtet, fituret totale, jo proces, jo balans, jo pyetje, jo transparencë. Autokrati flet për fitore, kritiku flet për procedura. Masa në mes të procedurave edhe fitores e zgjedh fitoren sepse I duket si shpëtim. Kur një lider ndërton veten si betejë permanente kundër atyne, media, gjykata, prokurorisë, ndërkombëtarëve, ai nuk po e kërkon thjesht edhe një mandat. Ai po kërkon imunitet politik të përjetshëm. Shembulli I qartë është ai kur e ka personalizu konfliktin, kur Albini e ka personalizu konfliktin me gjykatat e me mediat. E mandej vjen fjala që tingëllon e pafajshme, ama për demokracinë është helm. Mdohen ma shumë vota. Ato vota ma shumë nuk I dohen për me qeveris ma mirë, po I dohen për mi hek krejt pengesat. Këtu kallëzohet synimi I vërtet. I dohen 500.000 vota, 500.000 zemra. Jo thjesht shumic, I do të mandat masiv, mandat qaqimav, sa mas me ju një zoni as një institucioni tjetër. Kur opozita është e coptu me pa karizm, kjo bëhet edhe ma rrezikshme. Sepse kur dikush e ka shumicën absolute, kjo nuk do më thonë që edhe demokracia bëhet absolute. Kjo do më thonë me jahjek shtetit krejt siguresat që I ka që në kushte normale e mbrojnë pej diktaturës. Se demokracia nuk është veç kush I merr votat. Demokracia është edhe kush e nal, kush e kontrollon, kush I shtron pyetjet, çati që I ka marrë krejt votat. Aktualisht I kena 3 shenja, 3 isharete që kjo çka po ndodh nuk është rastësi, po është strategji. E para, konga për liderin. Në momentin që fillohet me I knun liderit, me aprovim të liderit, që aty ku është lideri, atëherë aty program s'ka mo. Parlamentarizmi mbetet veç koreografi, servis, pushk me qit, nuk është teksti pafajshëm. Ai e kthen liderin në armë, e kthen turmen në ushtri emocionale. E dyta, armiku I përjetshëm. Kur çdo pengesë quhet komplot, çdo institucion bëhet armik e çdo pyetje bëhet sulm. Në atë moment, kritika s'ka mo status qytetar, ka status tradhtie, qysh edhe e nitat nat në intervistë në Kanal 10. Edhe e treta, partia që e largon mendimin e mban veç jehonën. Vetëvendosje dikur e ka pas një farpeshe intelektuale në radhë të veta, me figura që deri dikun e balansonin fuqinë e liderit edhe e mbanin gjallë një far debatit mrenshëm. Pastaj erdhi spastrimi I madh, I heshtën, dërheqje, largime, shkputje. Visari Meri u tërhoq, Shpend Ahmeti e Dardan Sejdia, Dardan Molliqa u largun, Met Sami Kurteshi, Alban Krasniqi, Mev Bajqinovci, e Donald Alloshi, Agim Batiri, e Kullan Kusuri. Kur I largon njerëz që ta prishin rahatin me pyetje,
partia shëndrën zyrtarin e vetë në altoparlant, e deputeti, nëse nuk është më përfaqësues i qytetarit në kuvend, ai bëhet përfaqësues i liderit te qytetarët. E qysh duket kjo në teren? Qashtu qysh e pom në Zvicër, një njeri në sken, krejt njerëzit tjerë në kër. Autokrati modern nuk të thot po ta marr lirin. Autokrati modern thot ama lirin tonë se du me pështu venin. Pra thot beso mu, mas le kur gjon dur tonë. E ti kur je i lodhën thu, po provojmë edhe këtë herë. Ky është kapitullim pa zhurmë, kur e zaventson pyetjen me besimin, kur e zaventson llogaridhonjen me refrenin. Prandaj unë s'po flas kundër një konge, po flas kundër një drejtimi. Sot kënon konga, ma nej nesër s'ka mo pyetje, e mas nesër s'ka mo as kritik. Vdekja e demokracisë mrena një shoqënie është sikur puna e kancerit në organizmin e njerit. Në momentin që njeri fillon me një dhimbje pi kancerit, ka rrezik që është bë shumë vonë me shnosh kancerin se vesh është përnda. Në momentin që ti fillon me po që s'ki demokraci, që s'munësh me fol, atëherë ka rrezik që është bë shumë vonë edhe për ty. Demokracia s'ka nevojë për kong, ka nevojë për nerv qytetar. Vota nuk ka dashni, vota është kontratë, është llogaridhënie dhe llogarimarrje. Kontrata e parë në Republikë është kjo. Asnjë lider s'guxon me u bë më i madh edhe më i rëndësishëm se sa pyetja jote. Sponsorët e kësaj video dhe të këtë videove të mia, siç e dini, janë më bisim, muni me shkarku në Play Store edhe në App Store, është Riga Farm, është Pavin Kafeja, është Jysk Kosova, edhe është Buzhala Estate.